Në të gjithë qarkun e Shkodrës vjen operacioni policor i kuduar koordinata kundër kultivimit të kanabisit. Drejtoria vendore e policisë Shkodër dhe komisariatet në varësi të saj në kuadër të operacionit të gjerë të kuduar koordinata kanë intensifikuar kontrollet në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i monitorimit nga ajri me dron dhe nga toka me patrulla këmbësore janë gjetur dhe asgjësuar 5999 bimë të fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa, ndërsa janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi 2 roje të mjedisit dhe 5 kryetarë të fshatrave ku ishin kultivuar bimët dhe fidanet narkotik. Gjithashtu, gjatë këtij operacioni shpallet në kërkim edhe një shtetas i dyshuar për kultivimin e 2127 bimëve narkotike që u gjetën disa javë më parë në fshatin Vigmnel. Njësitë administrative, Pult, Shash dhe Sholt, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën të kultivuar në disa zona dhe asgjësuan 688 bimë të dyshuara narkotike. Në këtë rast nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet LA dhe LM, roje mjedisore për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi, po ashtu për shtetasin me inicialet LL, kryetari fshatit në Mavriq për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi, nisi procedimi në gjendje të lirë edhe për shtetasin me inicialet NV, kryetari fshatit Ndrejaj për moskallëzim krimi. Në njësinë administrative të mal Vau Idejës, shërbimet e komisariatit të policisë Vau Idejës gjetën të kultivuara në disa zona dhe asgjësuan 5311 bimë dhe fidan të dyshuar narkotik. Për këto raste, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet ZM, kryetari fshatit Toplan për shpërdorim detyre, shtetasit me inicialet GM, kryetari fshatit Kish-Ar për shpërdorim detyre, po ashtu edhe kryetari të fshatit Qerret me inicialet FB. Gjithashtu, në vijim të operacionit u shpall në kërkim shtetasi me inicialet DF 32 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, me vendim të datës 12/6/2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për veprën penale e kultivimi bimëve narkotike, pasi nga hetimet dyshohet se autori i kultivimit të 2127 bimëve narkotike që u gjetën nga shërbimet e policisë më datë 24/4/2025 në fshatin Vigmnel. Vijon puna për kapjen e shtetasit me inicialet DF dhe për identifikimin, kapjen dhe ndjekjen penale të autorëve të rasteve të tjera të kultivimit të bimëve narkotike.